profesion. Ivi ju pasoj ju në Korçë, Po çfarë profesion? Është një njeri që ka marrë rezultatin më të dobët historikisht në qarkun e Korçës, më të dobët. Që po mos kishin qenë lista hapur Fidel Kreka, Kristi Koçibelli e tjerë, do kishim dalë me 3 mandata. Për 400 vota, po doja humbte edhe mandatin e 4. Rezultati mi turp shumë historik në qarkun e Korçës, pa asnjë eksperiencë, pa asnjë lidhje politike, një njeri që nuk flet politikisht, por flet si ku di unë se qa, për që lidhje kam, për që vlerësohet politikisht, si jurist, ka juristët e kooperativave apo të ndërmarrjeve janë mirë, ne po themi jemi në fushën politike. Pra çka ka këtu për të vlerësuar një jurist që shkruan kërkesat e tjera të jam me qenë se thoni si jurist. Kërkesat e tjera të paraqitura. Ti propozoj kryesisë Partisë Demokratike kandidat kandidaturën e Sali Berisha. Si jurist, cilat janë kërkesat e tjera të paraqitura? Çfarë kërkesash ka këtu të paraqitura? Sepse nuk u pranun, sepse janë kaq të trash, sa nuk pranojnë asnjë kërkesë formale e marrin, të kthejnë përgjigje po ashtu formalisht për këtë arsye. Për dy kthyen, për ju të tre jo. Nuk kthyem, po them se për kërkesat e tjera thon, pra domethënë kërkesa ime, pra cili është kushti që nuk plotësoj unë? Nuk u shqyrtuan fare. Unë nuk plotësoj këtë kusht. Unë nuk jam humbës siç janë këta. Unë kam fituar në betejë elektorale, këta kanë humbur betejë elektorale. Kanë merak se mos mund edhe Edi Ramën, se Sali Berisha nuk diskutoi që mundej me votë në parti. Vërtet e mendoni këtë që mundit Berisha? Nuk ka diskutim edhe po ta them hapur fare. Nëse unë kam një mbështetje të caktuar që është X%, po ti isha në garë me Sali, po ti fitoja. Por po të them, nëse ka një, absolutem, shumë. Sepse sot, unë do them një gjë, që sot 80% e demokratëve janë pak kënaqur me Sali Berishën. Mund të jenë 10% që janë aktiv me mua, 10% me Berishën, që janë dukshëm, po 80% tjerët që rinë distancuar se duan të bëjnë një distancë higjienike nga sulmet, nga pisdiku, kur të shkojnë në kutinë e votimit do të votonin kundër Sali Berishës. Dhe ai e di këtë, sepse shikoni pak një gjë. I keni parë takimet e zotit Berisha? Takimet e mia janë më masive se ti, po ndërkohë takimet e ti ka njerëz që unë nuk i njoh, po dalin i kërkojnë llogariore pse përjashtove këtë. Se si do fitosh zotëri, si do fitoj ky duke përjashtuar. Një dalë ditë shumë të publike tha një shprehje që nuk e di, ndoshta i shpëtoi. Tha shikoni ta sa masive i ka tha Saliani tha, se ja çon Edi Rama. Tash në këtë mes ka 2 autogole. I pari që ti kishe masive dhe i dyti që ja çon Edi Rama. Pra i bie që Edi Rama qen nga shumica. Çi ka sjell Edi Rama, unë po ju them të gjë se ju kam bërë sfidë dhe po e them edhe këtu dhe ju. Të vinë edhe këtu dhe ju, ose në çfarë do lloj studio të duan ta zgjedhin. Ti marrin takimet që kam unë, takimet që kanë ata. Po edhe të vi njësi më i mirë i tyre në parti. Unë i njoh me emër të gjithë ata që kam në Bërsallë, edhe ku janë aktiv për Partinë Demokratike. Këta, le që nuk njohin ta admit, po i njohin ata të vetët që kanë takime, ja i sfidoj publikisht. Ai nga që e di që unë kam mbështetje masive dhe reale, ka frikë. Sali Berisha u ekspozu edhe përpara një gjë tjetër në këtë moshë. Në këtë moshë politike kam, se fizike zotë i dhe ndjetë gjatë. Po politikisht, Sali Berisha është moshë me mua. Pra sa ka i vitën politik, unë i kam vite e jetë. Sali Berisha u ekspozua si njëri që ka frikacak, u fshe. Se nuk du të përmëndë emra si të përmëndaj në një kafsh apo në një insekti, po u fshe si insekt. Si mund të fshihet një njëri që drejton partinë për 36 vite, dhe se mund të dajtë ngarë, qa kusht është doti? Urdhro, kjo është mbështetja që keni ju, jo vetëm ti, po gjithë njerëzit që janë kundër. Sepse dhe unë besoj që dhe këta po marrin për të tregu këtë njeriu që nuk ka pas frikën, se për logjike demokratike, Sali Berisha nuk duhet ishte më, se statuti i partisë që e ndalon. Pra Sali Berisha automatikisht e ka mandatin që nga shtatori, dhe ndërkohë nuk ka drejt për të rikandiduar. Do ju pyes, shumë veta mendojnë mirë me dakord Saliani. Okej, dhe Evi Kokalari se bën dëm në Amerikë. Megjithëse çfarë mund të bësh më dëm Saliu në Amerikë se dëm është bërë. Alesja Balliu... Do t'ja di mbyturi nga ujë, nga lagja. Po nga kjo zonja këtu prapa çfarë kishte? Nga këtë çfarë kishte? Tani nuk du të flas për të tjerë, duke qenë se edhe për shkak të një lloj respekti për pjekjen. Jo, patjetër, po domethënë zonja prapa kuriozitim ka marrë vetëm 43 vota primare para zgjedhjeve, kur bën primare për kandidaturë. Pra, edhe e tha vetë 43 vota. Po nga kjo pse ke frikë? E keni parë ju tani që se unë mendova që do ishte kjo, pas kjo nuk e doli. E keni parë Partinë Demokratike ju që sigla e Partisë Demokratike është kaq aty në cep. Fotografia e Sali Berishës tek selia e Partisë Demokratike është, e keni parë besoj tani, është nuk di se sa, pra tek të gjithë elementët
do të tregoj me përpjekje që jam unë, por nuk kam më mbështetje, nuk kam më mbështetje. Dhe themeli i problemit është ky. Ora si do fitoj ky zotëri me Edi Ramën? Se ky nuk fitoj kur ishim gjitha. Po tani që thot ka përjashtu, i ka shkatru degët e Partisë Demokratike. Ka zgjedhur njerëz të cilët nuk votojnë as për kryepleq lagjesh. I ka zgjedhur vetëm që t'i ketë më besnik. I keni parë protestat e Partisë Demokratike? Nuk pash të tjerët së fundit. Të tjerët pash të ja. Në çdo zonë, edhe bukur është që po përjashton gjithë njerëzit, di çka ka bërë Fier. A ishte prishtari i demokracisë, Ka përjashtuar kryetari i degës Fier. Po, një nga mbështetësit më të mëdhenj Sali Berishës. Po, prishtari i demokracisë. Në ditën mbështetës në ditën të keqe, se atë nuk e quajnë Berisha, se prishtari i demokracisë është për demokracinë, po në ditën e zezë të vetën, që quhen shpallje non grata. Non grata, po. Këta zotëri në Fier i bën takimin e parë që bëri Sali Berisha në përretha. Dhe i mblodhen jo pak njerëz. Dhe mbështetës i Sali Berishës pra nuk pyet, po vetëm po largon. Dhe për protestën mua më vjen